Shteti ka arkëtuar mbi 3 milion euro vetëm për vitin 2020 nga persona që kanë punuar jashtë vendit ose për kompani të huaja nga vendi e që nuk kanë deklaruar tatim për atë vit. Drejtoresha e Drejtorisë për të ardhura publike Elena Petrova thotë se janë përgatitur urdhëresa për 6.600 qytetar, prej të cilëve 2.200 i kanë dorëzuar për llogaritjet, ndërsa 4.400 kanë marrë ftesa. Ndërkohë qytetarët që një kohë kishin punuar në Afganistan dhe Irak, sot protestuan sërish në Kumanov duke kërkuar një përcaktim të duhur të rezidencës tatimore. Qytetarët kërkuan që institucionet të njohin provat e pasaportave dhe certifikatat e punëdhënësit si dëshmi se kanë qenë jashtë vendit për më shumë se 183 ditë. Por drejtoresha e Drejtorisë për të ardhura publike, Elena Petrova, thotë se paralajmërimi i një pjese të qytetarëve për padi është e drejta e tyre ligjore dhe i fton ata të dorëzojnë prova për tatimin e paguar jashtë vendit, me qëllim që të vërtetohet nëse mund të pranohet. Kemi informacione edhe për qytetarët që protestojnë dhe se do të nisin konteste administrative, që sigurisht është e drejta e tyre legjitime. Ngritja e një kontesti administrativ përbën formë të mbrojtjes juridike dhe mas të parashikuar me ligj. Ne as mundemi, as duam t'i pengojmë qytetarët që mendojnë se disponojnë me prova mbi bazën e të cilave mund të nisin kontest administrativ. Njëkohësisht ata janë të ftuar edhe tek ne të dorëzojmë provat që të mund të vërtetojmë nëse vërtet është paguar tatimi jashtë vendit dhe nëse ai mund të pranohet, u shpreh Elena Petrova, drejtoreshe e Drejtorisë të ardhurave publike. Drejtoria për të ardhura publike sqaron se të gjitha të ardhurat nga jashtë, paga, honorare, shërbime freelance, qira, fitime kapitale, kriptovaluta, dividend e të ngjashme i nënshtrohen tatimit. Përjashtim janë hyrjet që nuk përbëjnë të ardhura, si dhurata, ndihma familjare ose pagesa përmes Western Union, RIA dhe MoneyGram.